tash për mu flasë, se cili me verzionet e veta dhe me mendimet e veta. Nëse pyetem për dashnin e parë, vajza e parë, Dash me dalë, kjo është dashnia e parë. atëherë është diçka cilën unë asnjëherë nuk muj me haru. Jo, mi harrua se se, ke dasht ma shumë. Jo, mbas asaj jo. Tash nëse flasim në aspekt mashkull femën, një cikël tjetër i dashnisë, se ma shumë normal, ma shumë se Zotin se du kërkon edhe nënën tem. Edhe vetën. Besoj. Kjo na bjen që faktikisht dashnia nuk ka një logjik, se nëse do të kishte pas logjik, atëherë na kishim mu mësu me dashuru. Të parën e kishim dasht pak ma pak, dytin pak ma shumë, tretin pak ma kishim shku të mësu. Kurse kjo nuk ka të bajnë, domethënë me logjik, edhe kjo përmënoj dikon kemi dasht shumë, dikon kemi dasht pak ma pak, ose atë tjetërën edhe pak ma shumë, krejt mbaret se ata antenat qysh tash dhe me vetë mua, Të më thana, jo, të që e kalzove që mund është me dash dikon ma shumë, dhe dikon me pak, arditi tha jo, vëq shumë është. Shumë është me rëndësi,